بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق رسول الله فيما قال. Të nderuar vëllezër, xhamathin, duket ka dhe motra tona, po atër vëllezër e motra, më lejoni që në emër të Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës ju përshëndes të gjithëve me Assalamu alaikum. Ju falenderoj për prezencën tuaj në këtë xhami. Një herë të përshëndesim edhe mësafirin tonë që na vjen nga Sarajeva, Hoxhën Mustafa Përlaçi, i cili ditën kohë është edhe shok i imi, nga se kemi studiuar bashkë në Kairo. Përshëndes kryetarin e Këshillit, Lutfi Ballak, përshëndes sekretarin e përgjithshëm Resul Efendin dhe kolegë të tjerë që janë pranishëm këtu që të gjithë, imamin e vyshëm dhe ju të nderuar vëllezër e motra. Alhamdulillah, thumë alhamdulillah, që Allah neve na ka bërë pjesëtar të ummetit të Muhammedit a.s. Një prej ummeteve apo ummeti më i mirë prej kur Allahi e ka kriju Ademin a.s. në këtë dynja. Dhe pastaj kanë ardhur popuj të ndryshëm, ummete të ndryshme, dhe Allahu xhaleshanuhu deshi që ne ummeti Muhammed Mustafas të jemi ummeti më i mirë. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Më i miri ummet këtë dynja Allahu e ka falë ummetin e Muhammed Mustafas. E Muhammedit a.s. Allah ja qoj edhe hedijen më të madhe të kësaj dynjaje. Ja qoj Kur'anin famlar. Ja dërgoj këtë kushtetut hyjnore, ja dërgoj këtë libër që vije direkt nga i madhi Allah xhaleshanuhu, dhe ky Kur'an zbritin këtë muaj të Ramazanit. Muaj Ramazanit është muaj në të cilin Allah i zbriti Kur'anin. Andaj edhe rrit vlerën e këtij muaji zbritje e Kur'anit. Këtë muaj kemi edhe luftën e Bedrit, kemi edhe çlirimin e Mekës, kemi edhe natën e Kadrit, që jemi në prag të saj, që Allahu xhaleshanuhu e zbriti komplet Kur'anin natën e Kadrit në Lauhil Mahfuz, dhe më pasaj në Bejtul Izza, dhe preja për 23 vjet Gjibrili solli shpallje Muhammedit a.s. Njeriut më të dashur, më të respektuar, më të graduar, zotniut kësaj gjithësie, e ajo është Muhammed Mustafa. E ne të nderuar vëllezër, jemi ummet i atij njeriu, jemi ummet i atij pejgamberi, jemi ummet që kemi dëgjuar fjalën e tij, porosinë e tij, porosinë e Muhammedit a.s. Andaj me të drejtna edhe falemi, edhe agjërojmë, edhe bëjmë iftar dhe ngritemi në sufër, e prishim gjumin për hir të Allah, sepse besojna se te Allahu kena me shku dhe për Allahu kena me dhanë llogari për punën tonën këtë dynja. A ka vllazën diçka më të mirë se kjo? Nuk ka asgjë më të mirë në këtë dynja se sa me kanë musliman besimtar
Allahin dhe Resulullahin dhe punon si pas Kur'anit falak e dijes Allahut që Allahu Gjelle Shanuhu e ka dërguar për kërgimen dedikuar mbar njerëzimit pavarësisht vendin ku jetojnë, gjuhën që flasin, rasët që i takojnë. Vllazër të nderuar, inshallah Zoti Gjelle Shanuhu ne ka boka bulla gjërimin ton dhe adhurimet tjera tona. Dhe sot një javë dalë me ballhapur ditën e Bajramit, kush është gjallë, dhe i themi vetës dhe i themi gjithë tjerëve, na jemi ata që agjeruam një muaj, na jemi ata që bëm ibadet edhe natën, ne jemi krenarë se krym një bremja obligimeve të Allah, na jemi ma të shëndrushëm, na jemi ma të forë, na jemi ma në gjendje që të sakrifikohemi për sakrifisa që i kërkon Islami, në çdo kohë, në çdo vend. Ndaj, me të drejtë ne shpresojmë në shpërblimin e Allahu Gjelle Shanuhu që ka përgatit nesër. Për këtë? Për neve. Va'ada Allahu lil mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allahu e ka premtuar pra si shpërblim më të madh për besimtar, edhe për besimtare, për burra e gra, xhenetet shumë të Allahu Gjelle Shanuhu, shpërblimet të shumë të Allahu Gjelle Shanuhu, deregjet mëdhaja në xhenet është fjala, në të cilin ka jeshit të mëdhaja që syri nuk mund t'i perceptoj, t'i shoh, asë mendet i mendoj, ato janë diçka që vetëm ndihen Allah dhe Allahu i ka përgatitur për neve, ato po na presin neve të ndëruar vëllezër xhamatli. Ne do t'i arrijmë ato sepse Allahu kështu neve na ka premtuar në Kur'anin falak. Allah e ka premtuar, e ka bollë, andaj na me të drejtë shpresojmë atë. Vllazër të nderuar xhamatli, duhet të gjithë ta dinë se me të vërtet ne besimtarë, kudo që jetojmë këto troje tona këtu, në Kosovën tonë, Allahi tu na ka falë neve. Me pasdasht Allahi na kish falë edhe diku tjetër. Allah nama ovde na Kosovës folju, ovde živimo, ovde ćemo živjeti, ovde ćemo umreti, ali nećemo nikome nikada dati da ugrože naš islamski zajednički identitet. Mi imamo svi zajedničku sudbinu i opredeljeni smo za tu zajedničku sudbinu, bez obzira mi gde živimo, u koji kraj na našem prostorima ovdje, u najnovijem državu na svijetu, sad kažu i tamo nego Sudan ima neka nova država, ali mi kao Kosovo ovdje u Europi, bez obzira gde, mi ćemo zajedno raditi, sarađivati za bolje budućnost za svima koji žive ovdje na Kosovu. Mi ćemo poštovati sve i oni koji misle drugačije i oni koji veruju drugačije. Ali mi moramo zajedno raditi, moramo zajedno sarađivati kao muslimani. Allah Đele Šanu na Kur'an je rekao innemel mu'minuna ihva. Zaista muslimani su braća. Zaista smo mi braća. I kao braća moramo da idemo napred. Moramo da zajedno gledamo šta nama treba. Zašto smo mi stvoreni na ovom svijetu? Samo da živimo, da umremo. Nema nekog cilja na ovom svijetu? Ne, ima. Allah nije stvorio ništa na ovom svijetu, kako se to kaže, naknadno, bez cilja. Ma halakna sema'a wal arda wa ma bainahuma batila. Nije Allah Đele Šanu stvorio neba, zemlja i šta ima među, bez ikakvih cilja. Sva što mi vidimo, ne vidimo, Allah stvorio i ima svoga cilja. I čovjek je stvoren i ima svoga cilja. Njegov cilj je da on veruje na Allahu Đele Šanuhu i da on sve
nosi odgovornost za sebe, za familiju, za društvo uopšte i da sam on da gleda sebe šta on radi i šta zajedno moramo mi raditi i sarađivati. Evo, na primjer, ovih dana imamo šta kao islamska zajednica, radimo o tome da se uvedi u našim školima i vjerska nauka. Mi imamo naš parlament. Mi smo izabrali ti ljudi koji danas sede u parlamentu. Ko mi muslimani. Zašto na Kosovo žive oko 94% su muslimani. A još mi zadnja s Albanijom smo zadnja država u Evropi koji dan danas nismo uveli versku nauku po školi. Ja tražim od vas, od svima ovih dana, da vi tražite od svojih poslanika koji imate u parlamentu, da oni ne greše. Da oni ne greše. Ako greše, nećemo više nikome od ti ljudi dati naš glas. Mi imamo mogućnost da stvarno da menjamo i političku klimu na Kosovu. Ako oni ne rade kako treba. I to ćemo raditi zajedno. Ako oni izvršavaju sva svojih dužnosti, dobro, neka rade. Ako ne, mi ne bojimo nikog sem Allaha dželle šanuhu i mi smo jači kad smo svi zajedni i o tome ćemo raditi. Daj lazat ndëru, të pranishtëm, motrat ndëruara. Punoni edhe ma shumë e fëmijët e juaj. Edukoni edhe ma shumë në frymën islame. Respektohuni edhe ma shumë në mes vete. Duhuni edhe ma shumë në mes vete. Zgjatni dorën e bashkimit mes vete dhe ma te. Mos lejoni që ata të cilët nuk i dojnë të mirën këti vend, këti shteti, këti populli, që ata të hynë mesin e juaj dhe tonin, por bashkarisht punojnë. Na kujtohet ajeti Allahu xhelle shanu ku thot: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana." O ju mesimtar, të gjithë të rrokeni tërë bashkë, të lidheni fort, si kur t'jegullat e një ndërtesë është fjala, për lidhtarin Allahu xhelle shanu, për fjalën e Zotit, për Kur'anin, për shpalljen. Wala tafarraqu. Mos bëni grupacione në vetë. Rikujtoni gjithherë begatit e Allahu xhelle shanu, nimetin e tij. Ku nuk keni qenë ndonjëherë jo mirë mes vete, ta njësuar mes vete. Shikoni vëllazër ndëruar. E merr shpatën Hazreti Omeri dhe niset ka? Niset me mytë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Armiku më i madh. Dhe kur afrohet, Allah e çon hidajet. Bën mbrojtësi më i madh moment. E zgjat dorën e përqafon Rasulullah, e përqafon Islamin, e përqafon Kur'anin, dhe është fortesë e paposhtur më tutje dhe mbrojtës i dignitet shumë i Islamit. Andaj Allah për në thot: "Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an." Do të keni qenë se ti marrësh me vetë mirë, fa'alafa bayna qulubikum, i lidhi zemrat e juaja, i bani të forta, i lidhin mes veta, s'ka fuqi që ndan. La ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. Kjo është lidhja më e madhe në këtë dynja. Nuk ka fuqi më të madhe se kjo. Këto është vllazërimi dhe këto është fati për bashkë i të gjithë neve. Fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Dhe ju me urësinë e Allahut, ju me nimetet e Allahut, është përbimet e Allahut, u bët vëllazër. Nuk po thot Allahu fasbahtum asdiqa. Jeni po shoh, po thot fasbahtum bi ni'mati ikhwana, vëllazër. Vëllazër. Allah i po thot, nuk po them unë. Na vëllazër ndëruar. Të ndëruar pranisht motra të ndëruara. Evlat që ja ka falë Allah.
evlat që janë pasat të në ta të investoni shumë, të punoni me ta shumë, ka rrezik për ta. Unë parë mbron kam qenë në Zvicër. Parë mbron kam qenë në Zvicër. Masa marë të avive në ora 2 të natës, kam dalë me shëtit një qytet. Morën gjemat litë e gjamis me pini kafe. Dite e shtumë, sa për jenë, nuk e qëllë. Parje e të shumë. Kishen ditë feste, në zeti madhë, sheki madhë, edhe ato klubet e natës, kishin dali jashtë para klubeve, aty reshën me shimë kafe ku ta të në qëta. Patë pesisht mesit e tyne, që mati i njëfshin shumë prej djendë dhe vajzave tona. Vajzave dhe djendëve tona. Per ma shemë në Zvicër, ama edhe Kosovë, ama edhe Tiranë, edhe Shkup, edhe Sarajevo, edhe Podgorica, edhe Prishtina. Nuk e kemë punë e mirë me vlatë, e këtë do të punë shumë. Puna me më është që drejtori në të rëzorë. Sa Allah të rëshon gjithë për të ato. E këni pa kur falni namaz? A për sa e këna, për sa e qatë e falni, të 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 gjohë, sa e ka të dhejka, sa të rëmendje. Gjithë të rëmendje. Edhe imam i hindi në sëratën në stafim. S'po ke qa, zonë, drejton në rrugën e drejtë për te. Që të herë për edhe na për kësë mësën në lajnë, si të në në tjera, po Allah drejton në rrugën e drejtë për te, në rrugën që tjera zi, e largon në neve prej rrugës së shtrembër, prej skëterës, prej kumnerës, prej rrugës së shejtanit të madhë. Të ruar vllazën, kena me dalë para Zotit që të nesër. Apo e shenja Allah i Gjellëshanë ku, për çdo nan, po në kujton vdekjen edhe mjërë fizike. Leqi, pejgamberi alayhis salam 100 herë vite, s'pakur ka kujtu vdekjen. Vite, 100 herë. Po leqi, ala më vërti se kujton në mashtrojt për të njapo. Po kemë qare, Allah e përna me. Figurativisht përna bënë vdekur, natën, apo. Allahu jetë dhe fakun, për shdo natën po të njeri, që shpo flenë sonë të zdi ku je bitshë, ki me flejtë në varë nesë. Ki me flejtë në varë nesë. Shpim me veti se monë, evlat me veti se monë. Pasurin, bitshë absolutisht. Fare fitin jo, truën jo. Kërkon bitshë. Shka marë? E marën vetëm Amerin, e marën vetëm punë, e marën vetëm angazhimin, e marën vetëm bagazhin tonë që e këna përgatit nesër me ta këtë zonë. Veçaj e në shëqërë. E mbëllën dhekurin në dhejë. E mbëllën dhekurin në dhejë. Qka? Kush po pranë në një me të ndërë? Tërë po këthejme të shtja, pra fa ala me i me i kumë këtë dynja. Ama me mujtë me pala të mrena që o ka tjenë. Kër i vit me lajke të Allah dhe marën pytje në moment, wallahi në nëshë ishë me punë në që. Unë hajpare, unë jam vetë kritik, vetën e kritikoj në çdo moment. Andaj kam drejtë edhe juve, jo t'ju kritikoj, por kërkoj që t'jemi matë mirë se ka mundësime për matë. Me kanë muslimani mirë do të thëtë, me kanë njeri mirë, me kanë kojshi mirë, me kanë burë i mirë, grua e mirë, me respektu e vetën, me respektu e çdo kërë, mos me vjerë, mos me mytë, mos me shohë, mos. Kjo është. Feja të edukon, andaj kujtojmë pra edhe momentet që të dalin para Zotit në natë. Inshallah Zotit na bën nasib gjithë neve që të përgjigjemi ne natën e vonë. Inshallah na bën nasib Allahi që ditën kur dalim para tij me dalë prej fytyrbardhëve. Fytyrbardhësia është shaj i xhenetive. Shaj atyre që Allahi ja ka përgatitur xhenet. Inshallah Zoti neve na përgatit. E lusim Allahun xhaleshanu në këtë ditë fundit i shajt bekuar Ramazan. E lusim Allahun xhaleshanu ta këtë pranuar agjërimin tonë. E lusim Allahun xhaleshanu të na bën nasib neve që në momentin më të duhur,
kur edhe meleku Gjibril e bën zjarre token, le me lajke tjera, që aj melek Gjibril na edhaton shpirtin tonë, na edhaton trupin tonë, na viziton në shtëpia tona, në xhami tona, në familjet tona. Aj vje dëruar vëllezër, nëse ne vërtet jemi pastër, punojmë mirë, lexojmë Kur'an, duhemi mes veti, respektojmë mes veti, edhe Gjibrilin Allahu po e çon në këtë dynjë. Kush është Gjibrili? Meleku që prej Ademit alayhis salam deri te Muhamedi alayhis salam, ja u ka çu shpallje, ja ka dërguar shpallje. Çaj që ka Muhamedi alayhis salam, edhe i ka thënë kështu, po thotë Zot, kanë herë direkt, kanë nëpërmjet një njerë, kanë herë në vonë njerë të shkjona, me lajkës vonë njerë, të tjere. A ishtë me lejku Gjibril. E natër e ka dhe Allah e qanë, e shala Zotë që në shanë ka mënasit edhe neve, që bashkarisht i përjetojnë ato moment të gëzimi, hareje, kur ajë mësafir, shjelor, i dërguar special e Allah i ndorë, ajë është mësafiri ma i nashë. O Allah, të lutëm i të qinë, që të pranosh në familjen e madhe islame, dhe të jemi bashkarisht nesër me shpirtin e të gjithë pejgamberëve, jemi bashkarisht nesër me shpirtin e Muhamedit Mustafas. O Zot, të lutemi, o Allah, krijuesi i kësaj gjësie, që agjërimin tonë ta pranosh, ibadetet tona të pranosh, adhurimet tona të pranosh, zemrat tona të i forcosh me iman, mendjen tonë ta këndellësh me mendimet të pastërta, shpirtin tonë ta lëdhatosh me lëdhatimin e Islamit, të Kur'anit, mësimeve hyjnore. O Zot, ne do të mundohemi që të shndrojmë besnik fjalës tane, do të mundohemi që të punojmë sipas Kur'anit dhe sipas sunnetit të Muhamedit alayhis salam. Ne do të japim gjithçka prej vetes, vetëm që të jemi në shoqërinë e madhe islame, vetëm që të jemi mbrojtës e këtij dini islam në këtë troje ku i madhi Zot na ka krijuar. Wassalamu alaikum.